Miqtë e emisionit ton, vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju përshëndes me përshëndetjen islame, paqja, mirësia dhe begatia Allahut xhella xhelalu qoftë mbi ju kudo që ndodhemi. Pas një shkëputje disa javore mund të them të emisionit ton, pra Islami dhe shoqëria, pasi do të thoya që jemi në studio së bashku këtu me vllajën dhe kolegun tim Eltonin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pra pikërisht, sikur se përmenda pra në vrazhdën edhe në vazhdimsinë e emisionit Islami dhe shoqëria, do të përpiqemi që së bashku pra me kolegun të trajtojmë tema të ndryshme, të trajtojmë rubrika të ndryshme, por gjithnjë pra në kontekstin edhe duke qenë se baza është baza islame, por normalisht edhe vllai do të duke futur edhe gjëra shkencore apo dhe edukative të shoqërisë, ngjashme me këto, në mënyrë që ta bëjmë sa më të larmishëm emisionin tonë. Saktë. Pikërisht për këtë do të kërkojsha mirëkuptimin, por gjithashtu edhe durimin pra të shikuesve të dëgjuesve të emisionit tonë, pra të vëllezërve kudo që janë që ndodhen dhe që po na ndjekin, pasi shpesh herë do të përpiqemi dhe jemi në përpjekje gjithnjë që t'ju servirim më të mirën pra në përpjekje dhe në rrjedhën e këtij emisioni pra që ne e kemi titulluar Islami dhe shoqëria. Jo më kot pra dhe titulli është atill që na lejon të dyja pra mundësitë edhe Islamin por edhe shoqërinë. Pra trajtojmë anën islame por edhe anën sociale. Pikërisht edhe ne do të përpiqemi që elhamdulillah të trajtojmë ndoshta shpesh herë edhe probleme sociale në kontekstin islam. Pra duke pas parasysh që vërtet jetojmë në një shoqëri dhe në një ambient të atill që shpesh herë shumë probleme të atilla sociale nuk gjen përgjigjen edhe zgjidhjen nuk gjen përgjigjen edhe zgjidhjen vetëm se në themelin dhe në fenë islame, në fenë në cilën ne i përkasim dhe e ndjekim. Pa humbur kohën do t'ju ftoja që në vijim ne të ndjekim një ilahi, pra së bashku të ndëgjojmë një ilahi dhe më pas të rikthehemi në studio për rubrikën e radhës.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pas dëgjimit të kësaj ilahie tepër të këndshme, i rikthehemi përsëri në studio, ku vëllai ynë, Dashi, do të trajtoj çështjen e 10 ditëve të Dhulhixhes, temë të cilën e kemi dhe shumë pranë Bajramit dhe që është tepër nevojshme për dëgjuesit tanë që të dëgjohet edhe të informohemi me të. Vëllai nderuar. Faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra, dëgjues të nderuar, shikues të nderuar të emisionit ton, ju përshëndes përsëri me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikur se u përmend pra nga kolegu dhe vllai ynë Eltoni, jam kot ne duke pas parasysh që jemi pikërisht pra në ato ditë saktuara, për ato ditë pra të muajit Dhulhixhe, cilën vetë Allahu Jelle Jalaluhu betohet në to duke thënë wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr. Pra thot Allahu Jelle Jalaluhu pasha agimin, pasha 10 ditët, pasha tekun, pasha çiftin. Janë ditë pra në cilën kanë një vlerë të madhnueshme. Janë ditë në cilën ne po i përjetojmë pikërisht sot jemi në ditën e dytë pra të 10 ditësit të Dhulhixhes, janë ditë në cilën kanë një vlerë të pamas për besimtarin musliman. Kemi thënë shpesh herë dhe do të rikujtojmë apo do të rithemi shpesh herë që Allahu Jelle Jalaluhu jam kot shpesh herë në kalendarin islam mund të them apo në periudhat saktuara ka sjell disa periudha që mund t'i quajmë ndoshta nëse më lejohet pikërisht begata, por nëse më lejohet një krahasim i tillë, sikurse rasti i atyre supermarketeve apo atyre shoqërive tregtare mund të them që her pas here pra bën një oferta. Pikërisht edhe kjo për besimtarin musliman është një ofertë nga Allahu Xhela Shanuhu. Tamam, nga Allahu Xhela Xhelaluhu, është një ofertë që besimtari nxitet për të kryer punë. Tamam. Çka nuk e ka kryer, ta kryejë në këtë ditë. Për shkak se shpërblimi i këtyre ditëve është shumë herë më i madh se sa shpërblimi i ditëve të tjera. Ose për të kompensuar dhe mëkatet që mund të kemi bërë gjatë ditëve të kaluara. Pikërisht sikurse tamam për të kompensuar mëkatet, për t'u larguar atyre mëkateve, për t'i dhënë një shtys vetvetes tij pra për të kryer atë çka e ka lënë mangut karshi Zotit Xhelle Xhelaluhu. Janë ditë në cilën vetë Allahu Xhelle Xhelaluhu i përmend duke thonë wa yadhkuru smallaha fi ayamin ma'lumat. Pra besimtarët janë ata të cilët e përmendin Zotin Xhelle Xhelaluhu në ditë të saktuara. Ku dietarët islam nënkuptojnë pra që ayami ma'lumat, pra ditë të saktuara pikërisht për këtë nënkuptojnë pra ditët e Dhulhixhes, pra ditët e Dhulhixhes. Këto janë ditë në cilën mbartin dhe kjo është ajo që i bën këto ditë pra ditë saktuara mbartin shumë vepra, shumë mund të them ngjarje, shumë faktorë brenda tyre që i japin mallështinë kësaj dite. Duke filluar nëse do të thoja duke filluar me haxhin. Pra që kulmon me ditën e Kurban Bayramit, pra sigurisht kjo është për haxhin. Pra haxhin dhe umrën që kryhet në këtë ditë, duke filluar me ditën e Arafatit. Dihet që ne do të flasim inshallah për ditën e Arafatit dhe vlerën e saj, duke përmend këtu Kurbanin. Pra janë këto faktorë që japin rëndësinë dhe japin vlerën kësaj këtyre 10 ditëve të Dhulhixhes. Për këtë po do të përmendim edhe tekbiret e shumta që kryhen në këtë periudhë. E saktë, pra tekbiret e shumta që kryhen në këtë ditë, tekbiret, tahlilet, tahmidet, pra janë falënderimet, janë adhurimet karshi Zotit Xhelle Xhelaluhu. Qofshin këto adhurime fizike, pra që kanë nevojë për trup, për lëvizjet njeriu, por qofshin këto adhurime thjesht me gjuhën e tij, pra që normalisht tekbiret, tahmidi, tahlili, pra fjala elhamdulillah nuk ka nevojë vetëm se për gjuhën e njeriu, pra që shqiptohet me gjuhën e njeriu normalisht me zemër të pastër. Normalisht. Për këtë për mallështinë dhe vlerën e këtyre 10 ditëve do të përmendim këtu hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thot ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka ditë në cilën puna e mirë tek Zoti Xhelle Xhelaluhu është më e dashur se sa në këtë ditë. Pra çka nën kupton aty çka ne e kryejm këtë ditë është më e dashur tek Zoti Xhelle Xhelaluhu se çdo ditë tjetër të vitit.
Pra, janë ditë që nuk kupton këta janë ditë për të zgjedhura. shfrytzuar, një Janë shans i madh. pikërisht pra shanse për të shfrytzuar, janë ditë që Zoti xhel xhelalu i ka zgjedhur për besimtarët musliman. Atëherë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam duke pas parasysh madhështinë apo duke pas parasysh që pejgamberi alayhis salam po i jep një rëndësi shumë të madhe këtyre ditëve, pra po i jep një vlerë të madhe, habitën edhe pyesin pejgamberin alayhis salatu wasalam: "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" O pejgamberi i Zotit xhel xhelalu thot, as jihadi, as lufta e shenjtë pra në rrugën e Zotit xhel xhelalu nuk është më dashur tek Zoti se sa punën këtë ditë. Dim, normalisht ne gjithë si besimtar muslimanë dim që jihadi është njëra prej veprave më madhështore në Islam, është njëra prej veprave që ka shpërblim më të madh se çdo vepër tjetër dhe për këtë dihet është folë dhe flitet qartë te pikë. Dhe inshallah ndoshta do të kemi mundësinë që ne do ta trajtojmë shpeshherë në vrazhën e emisionit tonë në ditën e vijim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i përgjigjet duke thënë: "Wala al-jihadu fi sabilillah illa thot", pra përveç thot as jihadi, pra nuk është e dashur punën tek Zoti xhel xhelalu më shumë se sa punën këto ditë as tek jihadi thot, përveç thot illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja min dhalika bi shay'in. Përveç thot as jihadi thot, pra as lufta në rrugën e Zotit xhel xhelalu nuk është më e dashur tek Zoti se sa punën këto ditë, përveç atij njeriu thot i cili pra ka një kusht vetëm, i cili thot del për luftë, del për jihad thot me trupin e tij dhe me pasurinë e tij, pra të dy e bashkë. Pra qoftë këtë ana mund të them jihadi fizik pra trupi i tij, qoftë edhe ky jihadi monetar, pra pasuria e tij. Të mos kthehet me asnjërin. Pikërisht, pra ai person i cili thot del me të dyja këto luftë dhe nuk kthehet me asnjërin prej tyre. Ky është pra kjo është normale që është sakrifica, pra është ndër sakrificët më të mëdha dhe pikërisht pra kjo është ai që e bën jihadi pra njëra prej adhurimeve, njëra prej veprave më të mëdha në Islam. Pra as ky person përveç atij i cili do del me pasurinë edhe me trupin e tij dhe nuk kthehet me asnjërin prej këtyre në shtëpi, pas lufte. Po kështu në një tjetër hadith, në një tjetër transmetim të pejgamberit alayhis salatu wasalam thotë: "Ma min ayamin a'zam wala habbu ila Allah al-amalu fihinna min hadhihi al-ayam al-ashr." Thot pra transmetohet nga pejgamberi alayhis salatu wasalam se ka thonë pra nuk ka ditë që puna të jetë më e dashur tek Zoti xhel xhelalu se në këto 10 ditë pra të Dhulhijhes. فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد. Pastaj duke përmend pra profeti alayhis salatu wasalam si e jep rëndësinë këtij 10 ditë që pra jep vlerën pra që thot nuk ka punë më të mirë dhe më dashur tek Zoti xhel xhelalu se sa në këto 10 ditësh. Pastaj e nxit është ajo çka ne e përmendëm në fillim pra të emisionit që janë ditë që ne duhet të shfrytëzojmë. Pikërisht janë ditë që ne duhet të shfrytëzojmë për vepra duke filluar nga veprat më të vogla deri tek veprat më të mëdha. Vepra më e madhe që mund kryhet në këtë 10 ditësh edhe që inshallah Allahu ja pranon të tyre të cilët kanë shkuar është haxhi, që është njëra prej shtyllave të Islamit. Ndërsa prej veprave më të vogla që ne mund të përmendim është ajo që është transmetuar nga vetë pejgamberi alayhis salam ku thotë fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Pra shtoni thot fjalën la ilaha illallah. Shtoni fjalën alhamdulillah dhe fjalën Allahu akbar. Pra tahlil wa takbir wa tahmid. Pra këto janë disa prej adhurimeve që i japin vlerë këtij 10 ditë të Dhulhijhes. Po kështu dihet që në këtë 10 ditësh është edhe dita e Arafatit, çka faktikisht dhe realisht flatesh për ditën e Arafatit besoj që don ka dhe don një emision fundme normalisht vetë pra. Përgjithsesi do të mjaftohen këtu me hadithin e transmetuar nga pejgamberi alayhis salatu wasalam për mallështinë e ditës së Arafatit, pra ku përmendet që Allahu xhel xhelalu në ditën e Arafatit pra ju krenohet me lajkeve të tij duke thënë shikoni mbi robërit e mi, cilët më erdhën të pluhurosur dhe të uritur. Pasi dihet që situata është aty që në Arafat pra ka një grumbull njerëzish, pra periudha që vërshojnë gjithë musliman nga gjitha anët e botës. Pikërisht pra është mund të themi finalizimi i haxhit dhe pikërisht Allahu xhel xhelalu krenohet me lajkeve të tij duke thënë pra që shikoni robërit e mi më erdhën mua të pluhurosur dhe të uritur.
E çfarë kërkojnë? Kërkojnë mëshirën e Zotit xhel xhelalu, prandaj thotë thojeni atyre që të kthehen në shtëpitë e tyre pasi unë i kam falur. Inshallah Allahu na mundsoft më së pari që ne ta kryejmë këtë dhe secili prej dëgjuesve dhe shikuesve të emisionit ton, por gjithashtu lutim Zotin xhel xhelalu që edhe atyre që ndodhen për haxh pra e kryejnë obligimin e haxhit këtë vit, inshallah Allahu ja pranoft, po kështu dihet prej veprave që inshallah shpresojmë që në vijim do t'i përmendi edhe kolegu ynë pra Eltoli, prej veprave që mund të kryejmë që i jep rëndësinë, sa është edhe agjerimi. Është një obligim edhe është një vepër në vete që kryhet në këtë 10 ditësh. Dihet edhe transmetohet nga pejgamberi alayhis salatu wasalam se kjo është njëra prej periudhave që pejgamberi alayhis salam gjithmonë ka qenë agjërueshëm. Pra në 10 ditën e Dhulhijhes. Unë do të thoj që në ditë të Dhulhijhes, pasi dita e 10 është dita e finalizimit me Kurban Bayramit, edhe dihet se për secili prej nesh që dita e Kurban Bayramit nuk lejohet të agjërohet. Kjo është, domethënë, shkurtimisht pjesa e parë që mund të themi që ne trajtuam pra në këtë emision për çka i përket vlerës së Dhulhijhes. Shkurtimisht u munduam që sjellim tek ju pra disa hadithe, disa aspekte të vlerës së këtij 10 ditëshi. Inshallah lutim Allahun që këto fjalë dhe këto gjëra që u përmendin apo këto aspekte që u përmendin kanë qenë frutëdhënëse për secilin prej jush. Inshallah Allahu na shtoft në peshon në veprave të mira në ditën e gjykimit. Dhe në vijim duke kërkuar normalisht edhe mirëkuptimin e kolegut Eltolit, mendoj që të kalojmë përsëri në një ilahi, pra së bashku në dëgjimin e një ilahi dhe rikthehemi përsëri për pjesën në vijim në studio. Atje në rrug në një an dikush po qan u afrova se kush jetim me i than unë jam jetim dhe nuk i kam babenan Loti pikoj, to kam lëshoj, sa mlëndoj Jetim ingrat, nuk po besoj, qka shikoj Loti pikoj, to kam lëshoj, sa mlëndoj Jetim ingrat, nuk po besoj, qka shikoj A e din se jam jetim, më gëzov laujim Mos në mbu zemrën hidrim, më ndihmon Pejgamberi qka ka than, një busqeshje me madhan As pak anve mos me mlon, më kupton A e din se jam jetim, më gëzov laujim Mos në mbu zemrën hidrim, më ndihmon Pejgamberi qka ka than, një busqeshje me madhan As pak anve mos me mlon, më kupton Lotim, ti nuk e din se sa peshon Rasuli im, aj vet ka qenë pa babenan Kush ka iman, e ka besim, më ndihmon Loti pikoj, to kam lëshoj, sa mlëndoj
jetimi ngrat nuk po besoj çka shikoj, loti pikoj, to kam lëshoj, sa m'lëndoj, jetimi ngrat nuk po besoj çka shikoj. A e din se jam jetim, më gëzov vllaujim, mos më mbu zemrën hidrim, më ndihmon. Pejgamberi çka ka thon, një buzëqeshje me ma dhan, as pak anëve mos me mlon, më kupton. A e din se jam jetim, më gëzov vllaujim, mos më mbu zemrën hidrim, më ndihmon. Pejgamberi çka ka thon, një buzëqeshje me ma dhan, as pak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikues e emisionit ton, miq dhe vëllezër dhe motra, rikthehemi përsëri në studio në pjesën në vijim, pra të cilën ne sapo trajtuam, pra pjesën e parë, në pjesën e parë të emisionit sapo trajtuam, pra duke pas parasysh që ndodhemi në 10 ditën e Dhulhijhes, ne trajtuam pra mirësitë, vlerën e këtij 10 që ka ky 10 ditësh, pra i Dhulhijhes. Dhe në pjesën në vijim ne ftojmë vllain ton Eltonin, i cili do të na trajtojë shkurtimisht disa prej besoj, pra disa prej punëve që mund kryhen, pra dhe që sugjerohet për secilin prej nesh, pra për secilin duke pas parasysh prej nesh në studio, por edhe prej shikuesve dhe motrave dhe vëllezërve të nderuar që kryhen në këtë 10 ditësh për vlerën e madhe që mbat ky 10 ditësh. Atëherë, disa nga punët më kryesore që mund të bëhen në këtë 10 ditësh, të cilët duhen shfrytzuar në maksimum nga vëllezërit dhe motrat të nderuara, është pikë së pari bërja e haxhit dhe e umrës, dhe kjo është më e vlefshmja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej umrës deri në umrën tjetër shlyhen mëkatet, ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi, është transmetim i saktë. Gjithashtu, një nga punët më të vyera për këtë periudhë kohe është edhe agjërimi i këtyre ditëve, apo disa prej tyre, e veçanërisht dita e Arafatit. Ajo është më e madhja, sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë që falen mëkatet e vitit kaluar dhe vitit që vjen, pra me agjërimin e ditës së Arafatit. Pra çka ne kupton, do të këshillojshim pra për secilin prej shikuesve tanë që normalisht dihet që në Islam ne do të synojmë edhe do të nxisim maksimumin. Pikërisht, pra maksimumin e punëve. Por nëse ndokush për shkaqe të ndryshme apo për mundësirat që secili i din vetë, do të nuk mundet që të kryet pra agjërimin të 10 ditësit, atëherë do të sugjeroja që dita e Arafatit të jetë agjërueshëm, pra secili prej nesh pra të jetë agjërueshëm këtë ditë, pasi sikurse përmend mbart një vlerë të caktuar dhe një vlerë të madhe. Gjithashtu, Resulullahu sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith tjetër, secili musliman që agjeron një ditë për hir të Allahut, Allahu ja largon fytyrën e tij prej xhehenemit, aq sa mund të udhëtohet për 70 vjet. Edhe ky transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi, pra është një sevap tepër i madh, agjerimi i vetëm një dite nga ditët e Dhulhijhes. Po ashtu transmeton Muslimi se Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për agjërimin e ditës së Arafatit shpresoj se Allahu i fal mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm, pra ajo që thamë më parë. Dhe një nga detyrat tjera të cilat kompensohen me shumë sevape në Islam është dhe tekbiri, ashtu siç tha vllai më parë, dhe dhikri i shumt. Transmeton Imam Ahmedi rahimahullah se Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në këtë ditë shtoni shumë përmendjen e këtyre fjalëve: La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah.
Buhariu gjithashtu rahimahullah ka transmetuar se Ibni Omeri dhe Ebu Hurejra radiallahu anhuma kur dilnin në treg gjatë këtyre ditëve, i thonin tekbiret me zë dhe pastaj edhe njerëzit e tjerë i pasonin me zë tekbiret. Është diçka interesante sepse është një nga traditat që ndoshta mund të jetë duke humbur sot në shumë vende, mbase nuk e din që në këtë periudhë pra është sevapi i madh të dalësh në popull dhe të nxisësh, normalisht me këto fjalë sepse është periudha që është sevapi më i madh. Sot mund quhet nxitje, ama do të thoj se që në kohën e në cilën pa përmenden në hadith ka qenë një rikujtim. Tamam. Që në kohën e Ibni Omerit. Niveli i islamit pra ka qenë më tjetër, por gjithsesi por minimalisht paktën sot duhet mbahet gjallë duke përmendur në shtëpitë e muslimanëve ose në një grumbull, në xhamate, në xhami ose në sheshe ku rrin musliman, të përmendet pra me zë në mënyrë që të tjerë ta pasojnë këtë është detyrë normalisht për secilin prej nesh. Të fjalë kaq të madhe pra, tekbirin. Po ashtu tregon se dietarët e gjeneratës e tabiinëve, Allahu i mëshiroft, tekbiret i thonin kështu: Allahu akbar, la ilaha illa Allahu wallahu akbar, walillahil hamd. Është e pëlqyeshme ngritja e zërit gjatë thënies së tekbireve kur jenë në përtregje, në rrugë edhe në xhami. Normalisht më e mira kjo do të ishte pra që ne ta thonim me zë që edhe populli ta pasonte duke na u përgjigjur me tekbire, sepse sevapi më i madh është pikërisht në këtë periudhë. Ndërsa teubja dhe largimi prej mëkateve është një tjetër punë shumë e vlerësuar gjatë periudhës së Dhulhijhes, ashtu që të arrish faljen dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mëkatet janë shkak për largimin nga mëshira e Allahut xhaleshanuhu, ndërsa kryerja e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe respekti i tij janë shkak që të afrohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, me të vërtet Allahu është xheloz atëherë kur njeriu i bën ato punë që Allahu ja ka ndaluar. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pra, njeriu duhet të afrohet me mëshirën e Allahut, tek mëshira e Allahut, duke u larguar punëve të cilat ai i ka ndaluar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë nga këto 10 ditë, duke agjëruar dhe duke bërë tekbire, por ama duke larguar maksimum punëve të ndaluara ose duke shmang ato gjëra që janë haram, që të fitojmë maksimumin e sevapeve që jepet në këto 10 ditë. Është qartë. Tham që sikur se përmendëm pra shembullin që mundun bëjmë një krahasim thjesht që tham që kjo është një ofertë që na vjen nga ana Allahu xhelle xhelalu, që elhamdulillah ne po përjetojmë. Duhet shfrytzuar. Edhe ku ka më mirë se sa ta shfrytëzosh një ofertë me pendim. Në formën më të mirë. Pra ofertë që vjen nga ana e Zotit xhelle xhelalu me pendim. Pasi dihet që çdo kush prej nesh është, mund të them, gabimtar, Allahu inshallah na i fal ato gabime që ne kemi kryer, dhe kjo pikërisht pra kjo 10 ditësh të ditë të shenjtë që ne po e përjetojmë është një shans, është një ofertë në cilën ne nuk duhet ta humbim me pendim tek Zoti xhelle xhelalu, por gjithashtu sikur su përmend dihet që pendimi është më i mirë atëherë kur ti i largohesh punëve të ndaluara. Pra i largohesh asaj që ka ndaluar Zoti xhelle xhelalu, ky është pendimi më i mirë që mund kryejmë ne si besimtar musliman. Shumë e drejtë. Një tjetër vepër e cila vlerësohet dhe do të ishte, domethënë, një ekstra punë që do të shpërblehet tek Allahu është shtimi i veprave të mira vullnetare, qoftë namaz, sadaka, lexim Kurani, urdhërimi në të mira dhe largimi nga të këqijat. Pra shtimi i punëve të mira si namazet nafile apo sunete apo qoftë edhe sadakaja në këto ditë, pra është ashtu si në Ramazan, është vlerësuar shumë tek Allahu xhaleshanuhu, duke qenë se kjo periudhë i kërkon këto edhe më shumë. Ne pam gjithashtu se vepra në këto ditë është më e vlefshme, më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu,
një tjetër punë e mirë është tekbirët që i përmendëm, mund të thuhen në çdo kohë, natën ose ditën. Ditën deri në ditën e namazit të Bajramit. Por ka edhe tekbire që fillojnë prej namazit të sabahut, të ditës së Arafatit, ndërsa për ata që janë në haxh, pas namazit të drekës, të ditës së Bajramit, dhe këto tekbire mund të thuhen thot deri në namazin e ikindis, ditën e fundit të Bajramit. Është periudhë pra që vlerësohet shumë tek Allahu xhaleshanuhu. Sikurse quhet për tekbirët të shrik, tekbirët e madhërimit të Zotit xhelle xhelaluhu. Një tjetër punë e bukur dhe që vlerësohet shumë me sevape të shumta është ajo që tha dhe kolegu ynë, prerja e kurbanit ditën e Bajramit ose ditëve të Bajramit. Kurbani është një nga sublimimet, nga sakrificat më të vlerësuara qysh nga koha e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, me djalin e tij. Po, Ismailin. Por thuhet gjithashtu, kjo është pra nga sunetet që na kanë mbetur nga koha e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, kur thot Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi që ta bëjë kurban djalin e tij. Transmetohet se Resulullahu alayhi salatu wassalam ka prerë 2 kurbane ditën e Bajramit me dorën e tij duke thënë Bismillah Allahu Ekber. Tjetër punë e vlerësuar është ajo që transmeton muslimi se Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur ta shihni hënën e muajit Dhulhixhe, mos i pritni flokët as thonjt. Një transmetim tjetër thuhet, mos i pritni flokët as thonjt, përderisa nuk vjen dita për t'i prerë kurbanet që i kemi. Pra çka nën kupton në këtë rast aty personi i cili do ka niyetin edhe do të thërë kurbanin. Kjo ndalesë ashtu siç shihet edhe për ata që duan të bëjnë kurban, e jo për gjithë familjen e tij që pret kurban. Sa i përket larjes gjatë atyre ditëve nuk ka kurfar dyshimi se lejohet, por dietari i madh i Medinës, Abdul Muhsin El Abad, tha se urtësia e kësaj ndalese është se ai që pret kurban në shtëpi përngjasohet me haxhiun i cili është në Mekë dhe ka të ndaluar të njëjtat gjëra në kohën e haxhit. Po. Vazhdojmë me një tjetër punë të mirë, duhet të prezantohet në faljen e Bajramit, kudo që të falet, të dëgjohet hutbja, një nga çështjet më kryesore, gjërata e Bajramit, dhe të përfitohet prej saj. Transmetohet nga profeti, transmetohet se profeti alayhis salam pra e ka mbajtur hutben e Bajramit dhe të gjithë dëgjonin deri në fund pra fjalën e tij me respekt, pastaj bëhej rituali i therrjes së kurbanit. Gjithashtu të mësohet shkaku i ligjësimit të tij dhe të dihet se ajo është ditë e falënderimit, e punëve të mira dhe bamirësisë. Mos të transferohet kjo ditë në ditën e të këqijave dhe vizitave të varreve. Ndoshta këtu mund të shtosh diçka, duke qenë se është e qartë pra çka ti përmende, por gjithsesi do të thoshim që duhet kryhet përjetimi i këtyre ditëve për atë çka ne kemi mundësi ta kryejmë, pra për atë çka ne kemi mundësi ta përjetojmë, pra do të thoshe për të gjallët. Po, vizitat e varreve, unë kam vënë re që shumë njerëz vërshojnë drejt varreve me idenë se është ditë që duhet përkujtohen të vdekurit, një traditë kjo që nuk ekziston, me sa di unë në Islam. Gjithsesi ne inshallah do të përpiqemi që edhe këtë ta trajtojmë në bazë të thënieve të dietarëve, pasi dihet që shpeshherë janë disa tema që kanë debate të saktuara. Por gjithsesi do të thosh që nëse ndokush do të shkojë për një vizitë për varreza varet qëllimit, pra çka ai shkon, nëse ndokush shkon për të kryer një dua, një lutje, sikurse pra që për të ndjerin, atëherë kjo është normalisht
është prej këshillave që pejgamberi alayhi salatu wasalam na i ka sugjeruar. Por është një tjetër arsye që nëse ndokush do të shkonte në varrezë për hir të ditëve mallëqtore apo më e keq për hir të mirësisë që mbati dekur e tjerë, të janë çështje pastaj që nuk kanë nevojë që ne të flasim për to. Është kthyer në traditë kjo dhe ndërsa do të përmendje këtu do të thoja pasi nuk doja që të shpusja fjalën, do të përmendje këtu çështjen e namazit Bajramit. Pra, konsiston kjo që njeriu pasi ka përjetuar këtë 10 ditësh të muajit Dhulhixhe, pasi ka kryer këto vepra që ne edhe lutim Zotin xhelel xhelalu që secili prej nesh edhe ne inshallah Allahu na dhëf mundësinë që t'i kryejmë këto vepra, pasi ka kryer këto vepra, e ku ka gjë më të bukur që ky njeri përjetoi ditën e namazit Bajramit, pasi ka kryer këto obligime, këto urdhra që ka shi Zoti xhelel xhelalu, atëherë ndihet i lehtësuar, ndjehet i gëzuar pra që ky e pat këtë mundësi e arriti këtë ditë që ta përjetoi kënaqësinë e këtyre ditëve. I kënaqur me atë çka arriti të kryej pra. Pikërisht. Mbyllje, nuk e di nëse do të përmendim më gjatë, mbyllje do të thoja pasaj që ne këtu po flasim për maksimumin. Por të kemi parasysh që këtu kemi edhe minimumin, që minimumi është që çdo kush prej nesh duhet kujdeset për atë që ne kemi për detyrë të kryjmë përditshmërinë tonë. Këtu në kuptojnë namazet e përditshme, pra normalisht farzet, por duke qenë se ne jemi në 10 ditë të begat edhe që ka një shpërblim të madhërisëm, atëherë do të thoshë që të kemi kujdes edhe për sunetet, po kështu për sadakat, pra për veprat përditshmërisë tonë përditshme. Mundohemi që t'i kryejmë të rregullt edhe madje me shtim, pra me vepra shtesë, sikurse u përmendet. Ndoshta janë vepra që ne mund të na duken të vogla në pamje të parë, një 2 rekat sunet apo një sadaka e vogël, por ajo tek Allahu vlerësohet shumë. Duke qenë se jemi pranë një ditë bekuar, pranë një ditë begata. Në vazhdim, një tjetër këshill është që as të mos mendohet se kjo festë e muslimanëve duhet të festohet me këngë apo valle, apo koncerte dhe dehje, vepra këto që mund të bëhen shkak për zhdukjen e punëve të mira që e ke bërë. Në shoqërinë tonë, elhamdulillah, nuk para i hasim këto lloj vepra që është, siç kam dëgjuar nga një hoxhë nderuar, shpesh thoshte në hutbe kur afronte fundi i Ramazanit apo edhe fundi i 10 ditëve të Dhulhixhes, që është si puna e një hambari, të cilin e ke mbushur me ushqime, me të mira, edhe në fund fare i vën shkrepsen e djeg dhe e çon dëm të gjitha të punë të mira, që është fatkeqësi pra. Duke menduar që duhet festu në fund me gjërat ndaluara. Absolutisht. Namazin e Bajramit mund ta falin gratë, por jo të zbuluara normalisht, të zbukuruara apo të parfumosura, kjo gjë nuk lejohet në Islam, dhe ato thot që i kanë ciklet mujore duhet të rinë në për shtëpit e tyre. Besoj janë çështje që dihen gjithsesi. Dhe pika e fundit është çdo musliman dhe muslimane duhet i shfrytëzojë këto ditë në respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe në praktikimin e të gjithë urdhrave të tij dhe të largohet nga çdo e keqe. Pra, e që unë përmendë. Konkluzioni pra i gjithë shkaja. Nëse ne duam që të fitojmë maksimumin e sevapeve për këtë periudhë, pra për 10 ditët të Dhulhixhes, të shfrytëzojmë duke pasur respektin ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe nuk ka më respekt të lartë se sa duke urdhrat që na ka pra duke filluar namazet, normalisht nuk paramendohet duke larguar të këqijave. Nuk mund paramendojmë një njeri, po them, që agjeron për të kryer një obligim shtesë edhe i shmangën obligimit bazë. Detyrimit. Obligimi e bazës pra namazi për ditëshmërisë. Më kujtove një rast, shpesh herë kam vënë re në ditën e Bajramit, në para se të falej namazi i Bajramit, është namazi i sabahut. Pikërisht. Mirë, por shumë njerëz, ndoshta edhe nga padituria ose nga ignoranca, paraqiten në xhami pa e falur sabahun, ulen, presin hutben, falin në Bajramin, por nuk falin atë që realisht është një nga farzët forta, dhe sinqerisht disa herë kam asistuar duke i thënë që fale farzin e sabahut,
pastaj qëndro. Pavarësisht se nuk je falur rregullisht deri tani, po me që je, shfrytëzoje maksimalisht. Edhe një farz, edhe një namaz sabahun, jo ta lesh sabahun se do fal Bajramin, është problemi i madh kjo, që duhet justifikohet në Islam. Ne duhet kujdesemi më pari për obligimet tona të përditshme, duhet kujdesemi normalisht për ato gjëra që na i ka urdhëruar Zoti xhel xhelalu edhe jashtë këtyre ditëve, dhe që ne të kryejmë maksimumin duhet që këto më pari të kemi të rregulla, pastaj inshallah shpresojmë që të kryejmë vepra shtesë, duke filluar nga agjërimi, duke filluar nga dhikret, duke filluar pastaj nga ato të cilët kanë pas mundësinë të kryejnë haxhin, ato të cilët nuk kanë mundësi të kryejnë, pra ta kryejnë duke filluar nga kurbani etj etj. Gjithsesi këto janë shkurtimisht disa prej punëve të mira dhe atyre që kanë ne i sollën, pra i përsollën për shikuesit e emisionit ton, pra për sa i përket këtij 10 ditësh të Dhulhijhes, unë shpresoj dhe lut Allahu xhel xhelalu që këto të kanë qenë fjalë të hajrit për secilin prej nesh. Normalisht gjithnjë pra në kërkojmë mirëkuptimin e shikuesve dhe dëgjuesve të emisionit ton. Inshallah ne do të jemi gjithmonë tentativë dhe në përpjekje që sjellim më të mirën për ju. Lutë Allahu xhel xhelalu që inshallah deri në emisionin e ardhshëm të jeni në begatinë dhe mirësinë e tij. Deri atëherë nga unë Dashi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum dhe nga unë Eltoni. Mm-hmm.